Pamjet që po shihni janë nga shpërthimi që shkaktoi sulmi rus me raketa dhe dron në kompleksin rezidencial ku jeton ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Filo. Siç vihet re edhe në pamjet e siguruara nga Klan News, shpërthimi ka qenë i fortë, duke shkaktuar dëme të shumta materiale në kompleksin që ndodhet pranë selisë së ambasadës tonë në Kiev. Por fatmirësisht, siç tregon ambasadori Ernal Filo në një lidhje të drejtë për drejtë nga Kievi për Klan News, nuk ka të lënduar nga stafi diplomatik, ndërsa foli edhe për momentin e shpërthimit. Për fat mirë, jemi mirë. Ishte një nga sulmet më të forta që ka ndodhur që kur ne kemi hapur ambasadën vitin e kaluar, me dron dhe raketa të llojeve të ndryshme, nga ato që quhen Iskander, Zirkon, deri tek Oreshnik. Pra ka qenë një sulm masiv me dron të shumt që ka vazhduar me orë të tëra dhe dëmet kanë qenë materiale kanë qenë të jashtëzakonshme dhe presioni psikologjik tek njerëzit ka qenë shumë i madh. Ambasadori shqiptar në Kiev deklaroi se Shqipëria mbetet në krah të Ukrainës, ndërsa ndau detaje dhe nga komunikimet me autoritetet atje. Më kanë dhënë mbështetje, kanë shprehur solidaritetin dhe falënderimin që ne jemi këtu dhe japim atë mesazhin që do të qëndrojmë, i gjithë trupi diplomatik do të qëndrojë këtu për t'i dhënë mesazhin edhe Ukrainës se ne jemi me ta dhe do të qëndrojmë me ta sa të jetë nevojshme. Sulmin e dënoi dhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha. Kjo është e papranueshme, targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Ministri i bëri thirrje Rusisë të ndërpres sulmet, të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata. Hoxha